Rifillojnë punimet në sheshin Gjergj Bush në Prishtinë. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama, i cili mbrëm fitoi edhe një mandat të dytë si kryetari i Prishtinës, menjëherë sot ka rifilluar punën. Ai ka njoftuar për vazhdimin e punimeve në sheshin Gjergj Bush, një nga projektet infrastrukturore që pritet të transformojë hapësirën urbane në qendër të qytetit. Këtë bëri të ditur në një postim në rrjetet sociale duke shoqëruar mesazhin me pamje nga punimet në terren. Përshëndetje Prishtina, vazhdoj me punë, ka shkruar Rama. Në mes të gushtit, gjykata themelore në Prishtinë kishte hedhur poshtë kërkesën e komunës së Prishtinës për mas sigurie në mënyrë që të shtyhet ekzekutimi i vendimit të inspektoratit. E më pas, edhe apeli refuzoi ankesën e komunës së Prishtinës duke cilësuar si të pathemelt dhe duke vërtetuar vendimin e dytë të themelores. Pas 12 marsit, punimet ishin ndaluar edhe me 16 prill dhe për të tretën herë me 29 prill. Inspektorati për këtë rast kishte ushtruar kallëzim penal në Policinë e Kosovës. Pas ndaljes së punimeve për herë të parë në mars, komuna kishte bërë kërkesë në Institutin e Kosovës për mbrojtjen e monumenteve për pajisje me leje.